Father, do të doja ndalesha në aspektin si ndikoi besimi katolik dhe përvoja e fishtës si franceskan në mënyrën se si ai konceptoi kombin dhe shoqërinë shqiptare. Mirë mbrëma gjithëve, përshëndes shoqatën Penda. Këtë verë ka zhurmshme, pak kulturë gjithë na ban pak mirë. Shpresoj se ju të vazhdoni prapë, të merrni këto aspekte të kulturës tonë e të vazhdojmë gjithë së bashkut. Sigurisht kur flasim për fishtën si meshtar, si katolik përpara të marrë si meshtar, do të kuptojnë gjëra, do të kuptojnë atë mesazh apo ato hapat e mëdha që kisha ndër sheku i ka bërë, që është inkulturimi. Inkulturimi do të thotë që mesazhin e ungjillit ta kalosh dikujt në gjuhën e tina, në kulturën e tina. E mënyrë që anë franceskant ishin përcaktuar aty ku ishin gjithë planon. Po që thotë varfët. Varfët janë ato varfët ana ekonomike, varfët janë ata cilët shpeshherë ka varfët ka ana kulturore, ka ana dijes. E pra, fishtën pikërisht e shohim si një bamirës të madh, si franceskan ku fushën e dijes. Kur na flasim për fishtën, nuk do ta kurrë të izolojmë fishtën vetëm. Përse fishta është me një grup të mëdhenj franceskanësh, të cilët shkolluan në shkollat më të mira të Evropës e të Ballkanit, kthehen vendin e tyre e gjejnë situatë mirueshme të popullit tyre. Ata në farmyrët nuk dorëzohen. Fillojnë gjën e parë çka bajnë. Fillojnë me bashku kulturën e popullit tyre. E kultura më e madhe që populli kishte bashkuar ishte folklori. Që pra se Bardhin Palaj, Kurti, gjitha janë çka vazhdojnë mbledhin kulturën e popullit tyre që kishte mbledhur. Se një komb ka nevojë për një zot. Kur një komb nuk ka një zot, a nuk beson zot, ai vetë ball komb shumë rrezikshëm. I kthena pak viteve Shqipërisë, kur ne na morën zotin, na vuni diktator. Pa për fishtën. Fe e dhe janë dy gjëra që shkojnë bashkë. Është detyrë hynore ta duash popullin tënd. Është detyrë hynore ta duash gjuhën tënde. Është detyrë hynore ta duash kulturën tënde. Është detyrë hynore duash si tha çka ke rreth vetes tënde, kjo është besimin tënd apo besimi tjetrit. Pra është detyrë hynore. Kjo është për fishtën. E pikërisht fishta, duke qenë ishte meshtar, e kishte një detyrë hynore tina, punonte gjithë natën me një kandil nezun për kulturën e popullit tina.